Pas ndeshjeve të para të fazës Final Four, vëmendja tashmë është vendosur tek përballjet e dyta, ku Vllaznia do të sfidojë Egnatian në një duel që pritet të vendosë shumë për fatin e garës drejt titullit kampion. Bilanci i përballjeve direkte gjatë këtij sezoni premton rivalitet maksimal dhe një sfidë të hapur deri në fund. Dy skuadrat janë përballur 4 herë gjatë këtij edicioni, me Vllaznin që ka ruajtur avantazhin në duele direkte. Shkodranët kanë marrë 2 fitore të rëndësishme në stadiumin Loro Boriçi, duke triumfuar 2-0 dhe 1-0, ndërsa 2 sfidat e zhvilluara në Rogozhin janë mbyllur në barazim, fillimisht 0-0 dhe më pas në një duel spektakolar 2-2. Përtej statistikave, ajo që e bën edhe më interesante këtë përballje është momenti në të cilin vijnë dy ekipet. Vllaznia kërkon reagimin pas humbjes ndaj Dinamos në sfidën e parë të Final Four, ndërsa Egnatia synon të konfirmojë statusin e një prej skuadrave më të forta të viteve të fundit në futbollin shqiptar. Ndërkohë, Federata Shqiptare e Futbollit ka konfirmuar se sfida e kthimit mes Vllaznisë dhe Egnatias do të luhet mbrëmjen e së shtunës më 23 maj në orën 19 në stadiumin Air Albania, aty ku pritet një atmosferë elektrizuese dhe prania e madhe tifozësh nga të dy kampet. Me garën që është bërë edhe më e fortë pas ndeshjeve të para, përballja Vllaznia-Egnatia pritet të prodhojë emocione, tension dhe spektakël në një tjetër betejë të rëndësishme për rrugën drejt titullit kampion.